E marta e 17 marsit shënoi nisjen e pelegrinazhit 13 javor në kishën e Shnandout, një nga vendet më të rëndësishme të besimit katolik në vend. Që në orët e para të mëngjesit, qindra besimtar nga qytete të ndryshme, por edhe nga trojet shqiptare, ju drejtuan kishës në kodrën e qytetit të Laçit për të kryer lutjet e tyre për shëndet, paqe dhe mbarësi në familje. Pelegrinët ngjiten drejt kishës me qirin në duar, duke ndaluar për lutje përgjatë rrugës. Shumë prej tyre tregojnë se kthehen çdo vit, duke e konsideruar këtë pelegrinazh një traditë të rëndësishme shpirtërore dhe një moment të reflektimi. Një pelegrinazh i jashtëzakonshëm me 13 martet, ku pelegrinazh nga tanë Shqipëria edhe nga diaspora mësojnë për këtë vend dhe gjen një qetësi të jashtëzakonshëm. Rastet janë të shumta, por njerëzit kanë ardhur të smur, kanë ardhur të verbër pas sy dhe kanë shkuar me sy, kanë ardhur në shtratin e vdekjes dhe kanë ecë në kamp. Pra, duhet thënë që me Zotin, kush i lutet Zotit, askush nuk kthehet duar bosh. Me një jetë, inshallah ma plotësoni malli Zot Jezu Krishti. E shejti shtanoj jam drejtua. Për shnetin e fëmijëve të rollëve të tanëve. Ky ritual fetar, i njohur si 13 martet e Shnandout, zhvillohet deri më 13 qershor kur kremtohet festa e Shnandout. Festa lidhet me figurën e Shën Antonit të Padovës, i njohur si shenjti i mrekullive. Ai ndroi jetë me 13 qershor të vitit 1231, datë që në traditën kishtare konsiderohet si dita e kalimit në jetën e përditshme.